Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan një shtetase 25 vjeçe banuese në Shkodër, pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi, po këta specialistë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për një shtetas 67 vjeç banues në fshatin Gucia Re, pasi në aksin rrugor Shkodër Koplik duke drejtuar automjetin e tij ka humbur kontrollin mbi drejtimin dhe mjeti ka dalë nga rruga. Si pasojë, janë dëmtuar 2 pasagerët që ndodheshin në automjet, të cilët nëndollën jashtë rrezikut për jetën. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër shpallën në kërkim një shtetas 34 vjeç banues në Shkodër, pasi dyshohet se ka vjellur një shumë parash në një dyqan në pronësi të një shtetase 51 vjeçe në lagjin Kongresi Përmetit. Vjen puna për kapjen e tij. Gjithashtu specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori për njoftim fakti, pasi një shtetase ka deklaruar në rrjetet sociale se ka dëgjuar të shtëna me armë në fshatin Rjoll. Menjëherë shërbimet e policisë të dislokuara në këtë zonë kanë kryer kontroll të territorit dhe kanë pyetur rojet e një kantieri ndërtimi dhe disa qytetarë në Bregdet, të cilët kanë deklaruar se nuk kanë dëgjuar të shtëna me armë zjarri. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë VAUIDES referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një shtetas 64 vjeç banues në fshatin Kosmaq, pasi dyshohet se duke djegur mbeturina në tokën e tij, ka shkaktuar djegje në një sipërfaqe toke me shkurrë dhe kullota. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.